Unë jam Marti dhe i kom hup 45 kg për 6 muaj me dietën keto, sa deshta me do eksperiencën teme me juve. Unë jam Laura Krasniqi, që 10 vjetë po ununa me hek 5 kg dhe s'po ka mundësi. Atëherë të ndëruar teleshikues, në kuadër të emisionit pas ditës, si gjithmonë ne ju japim këshillat që qysh me jetu ma shëndetshëm. E kam këto Artin, imazhi më i mirë, do me thonë një motiv për krejt juve që doni me hup peshë me metoda të shëndetshme. Arti, apo më tregon pak a shumë, tregoma storien tane, do me thonë se është për një me diçka jashtëzakonshme me hup ato kilograme dhe më duk mirë mos me hup peshën muskulare. Po. Do me thonë unë i kom hup kur i kom pas 21 vjet, të jetën jam kon mbi peshë 120 kg. Në moshën 21 vjeçare mrena ditës bile çat det kom hongër jashtë dietës në mëngjes, po, jashtë dietës në mëngjes. Mastaj për 1 minutë veç kom thon pja nisi dietës, kom kthyer në internet për dietën keto. Më ka pëlqyer si dietë se është e bazuar në proteina dhe normal e marr maskën muskulare, nuk të lëshohet lëkura shumë. Është e shëndetshme të marrë ngit edhe është nuk besoj që kisha thonë që ka kosto të lartë. Po, të më thonë ton ato kilogram për 6 muaj. 6 muaj non-stop keni mbajt keto dietën, sepse shumë njerëz thonë që të hup energjia, keni bo ndonjëherë diçka në ndryshim, apo keni, do me thonë 6 muaj keni qenë rezistent, do me thonë ndaj produkte, ndaj, do me thonë orizit, karbohidrateve? Unë e kom ajtë konsistent, do me thonë asë një smoki se kom hongër jashtë dietës, të shpisë më thajshen prishe pak, se zbojt kur gjo, po unë i thajsha jo, du me majtë, për në motivim e kom përdor peshorën, kur shesha peshën të shku të poshtë pik problemi se kom pas me kry dietën. E kom maj, do me thonë strekt, i kom pas gjdo javë ushqimet e njëjta, as mu kam bo, nashta mu kam bo pak bajat, ka fundi, po e kom duru se, prape o thëmë peshorjen, motivaj ke peshorja, të shku numrit e poshtë. Në fond e kom kry dietën, do me thonë, mas e kon al dietën edhe 2-3 kg i kom hup, ato mas tani jem dasht, mi shtu se kom shku pak ma poshtë se që kom dasht, po lodhje nuk kom pas. Në fillim 2 javët e para derisa hin trupi në ketoz ki lodhje, po kur hin ketoz, do me thonë ketoz trupi, ketoza është... Apo na tregon po, çka është ketoza? Do me thonë ju jeni dhe nutricionist? Po, jam nutricionist, i certifikum, po kur e kom aj dietën, unë e kejtë ullumtimet i kom bo vetë në internet. Shembull më mirë jeni ju vetë. Po. Do me thonë ekspertizën e keni bën me trupin tëm. Me trupin tëm. Do me thonë unë e kam edhe një faqe në Instagram ku i kam për mi 30 video falas për mi eduku tjerët në secilën fazë të dietës, sikur për efektin e proteinës, efektin e yndyrës, efektin e fibrave, efektin e dietës në lëkurë, se unë me të thonë drejtën kur kom qenë mbi peshë kom pas edhe ka gja akne, po shumë. Se edhe s'kom pi ujë, kom pi jo langje, jo. Edhe tash thamë, sani kryesor që dush me largo është sani para lango. Janë kalorit shprasta, do me thonë ajo nuk të nginë, bisë është të mush kalori, karbohidrate. Lango po menon lëngjet që janë? Lëngjet po, Coca-Cola, qëto krejt. Po. Verzion, nëse dënë diçka ëmël, gjatë dietës, verzionet 0, A5, edhe jo veç për stanet që pihën, po edhe për stanet që konsumon. Vend çokolatës, ta hek pak, ose për shemë Coca-Cola 0, ose qka do që ka pa sheqer, ta ndihmon shumë. Do me thonë e keni përdor? Po. Po, do me thonë sheqernat natyrale, qka keni përdor për sheqernat natyrale, për shembull? Kur gjo, as pem. Nuk lejohet në ketoz, apo në keto dhe jo, nuk lejohet, sepse në ketoz trupi, do me thonë është 2 javë e para dietës keto, trupi është të shku prej përdorimet të karbohidrateve për energji, kur hen trupin ketoz, do me thonë trupi është janë nisë përdor vjamin për energji. Se normal ti kur jem bi peshë, jetu hongër ma shumë se që ki nevoj, trupi thot, jo mus, po më vjen mu të në kjo energji, unë e peruj do për ma vonë, ku me dit vjen dimri në ashta s'ka pem, s'ka perime, se kjo trupi jo në ashtash do me thonë, në kohë të lashtë, asë është këndy janë 20 e 26 që edhin kohë dugoja. Po. Do me thonë është krejt një sinjal që varet do me thonë qysh përdore do me thonë balansimi i trupit me trurin. Do me thonë sinjalet ja qënë krejt trurit kur është njeriu i uritur. Po. Edhe do me thonë tash në ketos trupi thot ti dush mja pru krizën, s'ka karbohidrate, s'ka ushqim. Dhe trupi e dën, thot prit më rëson e kom rujt vjamin për qit rast, edhe janë njës do me thonë dietën keto e shkrim vjamin, edhe për që ata hum peshën shpejt. Luftën trupa? Po, thot trupi unë e kom rezervat, për çka i kom rujt, edhe normal. Sa ka trupi rezerva? Varet prej sa ki vjam. Sa ki vjam? Po, unë për shembull, masi më ka shku 45 kg,
Unë do me thonë 45 kg vjam. Shumicën që e hum dietën keto vjam, se masi na po konsumojna proteina, ajo normal, ndihman me majtë masën muskulare. Tjegët ma shumë vjame për shkak të energjisë. Po pse disa ekspert thonë që keto dieta është e damshme nëse e marr më shumë se 2 muaj ose 3 muaj? Ju e keni pa diçka që nuk ka shku në rregull me trupin tënd, apo ju thatet e ma herët që s'jeni ndi fare i lodhun, do me thonë shëndetshëm, do me thonë keni pas fuqi dhe me bo dhe aktivitete fizike? One, kur ja kom nis dietën, do me thonë jam kona i tipit që ka najt veç në shpe, edhe hec kom hec. Dhe nga krejt ky motiv? Nuk e di, veç me përmirësu vetën, edhe tash kur e menoj, nuk e kom nis tash dietën për tash, as për para 9 vjetëve, po edhe për kur ti kom 40 vjetë, 50 vjetë, 60 Dhe vjetë. tash e keni bu një standard tjetër, do me Po. thonë... Se edhe se moj veç për veti, po e moj nesër mas nesër kom fëmi, du me lujt me ta, jo mu kona i prinde, jo po më dham shpina, jo po më dham ingojt, po moj. Po. Për këta do me thonë, unë e mundona shëndetin që shë kam për veti dhe për familje. Me mojt. Bravo. Do me thonë, sot vazhdoni me ushqy shëndetshëm prap, tash nuk e keni problem, tash boni dhe aktivitet fizik, do me thonë, masi që i keni hub 45 kg, qysh jeni ni, do me thonë, sigurisht që e keni pa vetën që gradualisht jeni tu i humb kilogram, po muskulatura ka ra pak, tani e keni përmisu me ushtrime, apo qysh? Po, unë kur i kom hub peshën para 9 vjetëve, unë 5 vjetë mas e kom hub peshën, unë nuk kom shku në fitness. Fitness shkoj që 4 vjetë, do me thonë, edhe aty u ndërtu trupi. Normal, në fillim u kom pak lëkura alshune, se nuk është perfekt, po ajo duhet mu mush me muskoj. Se na kur jena mbi pesh, tash lëkura u zgjonu prej vjamet, tash dikon duhet me shku ajo lëkur. E na të shku në fitness, për çata ashtu edhe e kom bo, se në fillim kom menu edhe me bo nashta pak operacion barkon që prejet lëkura, po me fitness kom rrim me ndreq. Do me thonë s'keni pas problem? Heq, pik probleme. Jo. Me operacione? Jo, kom ledzu, për operacionin, edhe një vjetë mas e man operacionin kishe jo dhimt, jo probleme, po, efekt ansore ballë. Po me gjem, ndreqët, s'ki nevoj, edhe së shpenzem as dhimt, as kur gjoheq, edhe diçka që jo veç për lëkur, po për mendje, për tro, për gjithë shkat një mangjime. Qërta është edhe për familje edhe... Po do me thonë është edhe afat gjatë, po. Për shoqërinë, do me thonë një shambull i mirë për shoqëri, për familjen, për çdo kë. Po. Do me thonë e keni respektu, njeriu që respekton vetën, shëndetin e vet, është shumë imazh i mirë. Fiks. Na tregoni çka përmbajnë videot e juaja që i publikoni në Instagram, në rrjetet e tuaja sociale. Okej, do me thonë videot janë për secilën fazë të shëndetit, nuk janë vetëm për dietën keto. Ato hynë sikur në makro, në mikro, do me thonë foljen, makrot janë për shembull proteina, yndyrra, karbohidratet, foljen për secilën efektin e secilit të trup, foljen për nevojën e gjumit, që është shumë e rëndësishme, sikur për humbjet peshës, sikur për palestër, sikur për gjithçka. Flasin për ujin, për nevojën për mi largu lanxhat, unë gjithë e thamë, sani i parë është kjo. Nevojën për aktivitet fizik, sikur ecja, sikur palestra, edhe temat të tilla, edhe rreth shëndetit tonë. Sot mendoj që është më e lehtë me marrë dietë. Ka shumë këshilla prej nutricionistëve, prej ekspertëve të ndryshëm, pastaj ka dhe produkte, edhe njerëz të e dinë që është më lehtë me humb peshë. Po çysh me i motivu që ata me nis, domethënë? Provojeni fillimin, provojeni një dietë sikur ketën, diçka që ka proteina. Proteina përveç që ka të manë ngopën, duhet me ditë 30% e kalorive që konsumohen përmes proteinës, i djeg trupi për me përpunu proteinën. E kjo përveç që jetu i djeg kalorit për me procesu proteinën, kjo merr kohë, edhe të manë ngopën ma gjatë. Unë e kisha thonë provojeni një dietë sikur keto, edhe keni me pa efektin. Duroni një javë 2, përdoreni peshorën për motivim, edhe e vrejni që s'keni me lonë. Unë nëse një parë që e kom thonë, kërë e kom kry dietën, është e kisha di që ka shletë, e kisha majtë shumë aherët, nëse një vjetë, vonë. Çka për shembull? Hajt një ditë e jotja, çka ke? Një ditë e jam, ja. Vezë me djath, me trangoj, me domate. A mund është sa dush sasi? 4 vezë, 5 vezë? 3 vezë, kisha thonë. 3 vezë? Po, se edhe ato masani kanë kalori. Po, pa buk. Buk, as zbardh, as zez, as një lloj buke. Ndërsa për drek, kom zi pull, ose tash
Tash kur jom konë unë nuk e dia kanë ekzistu air fryer, po tash kisha thonë merreni në air fryer 50 euro, 60 euro, si janë shtrajt, përdorni pa yndyrë, se plot njerëz thonë unë po shëndet shumë s'po hupi pesh, i pi llogaritë kaloritë, yndyrën nuk e llogaritën. Yndyra ka tepër kalori të panevojshme kur gjohes. Në air fryer mundi me gatu pa yndyrë. A mundet me vaj ulliri? Po, bën me vaj ulliri, unë e rekomandoj vajin e ullirit, po edhe ajo ka kalori. Prandaj, nëse keni air fryer, nëse keni mundësinë dhe nëse ju pëlqen, se normal nuk bën tash me hungër me zër, nëse s'pëlqen shija, po nëse ju pëlqen shija në air fryer, përdoreni air fryer, nëse jo mundi me vaj ulliri minimalisht. Do me thënë gjatë ketos nuk ka mundësi asnjë yndyrë me fut në trup. Yndyrat e mira po. Cilat janë ato? Për shembull avokado, vaj i ullirit është yndyrë e mirë. Këto yndyrat e mira pastaj edhe luftojnë me yndyrën e keqe. Edhe në sen tjetër që unë rekomandoj snacks, janë bademat ose arat indiane ose edhe këto e luftojnë yndyrën e keqe, nimojnë edhe me kolesterol edhe me gjithçka. Po, ka të interesuar që ju i keni motivu dhe ju komplimentojnë për këto që e keni arrit ju, përmes komenteve të mira. Po. I kam përmi 50 persona që janë të hupesh aktivisht. Dhe ju po i ndihmoni, domethënë. Po, 100%. Prandaj e kom hap edhe faqen se më kanë pyet njerëz kur e kanë marrë vesh sidomos në palestër, çysh po hupesh, unë tash secilit veç e veç, kom vendos me bë faqen në Instagram sikur platformë që mi motivu më shumë njerëz për një herë. Fol një herë, masani është fal. Keni një plan program që i ndihmoni njerëzve? Vedot janë falas, unë e kam edhe mundësinë me bë plan personalizuar, pa ajo pjesë është me një pagesë të vogël se sa mu pagu koha, se unë e kam edhe punë tjetër normal. Po vedot, nuk i nevoj me marrë planin, vedoj ki krejt që ka të vynë për me humë peshën. Krejt, se të cilën fazë, se të cilën me ushqim, me pije, me gjo, me aktivitet, me krejt që ka të vynë i ki falas. Të komplimentoj me thonë drejtën për këtë motivin edhe që sigurisht sot kemi ndihmu shumë njerëz se qysh ata mujnë me u motivu fillimisht, se me pa do me thonë një rast si ti, ata sigurisht që motivohen. Vetë ju jeni motiv, kështu që nuk keni nevojë edhe me video bile. Faleminderit shumë, edhe unë shpresoj që një njeri pe kësaj pjese me nis dietën e me pas sukses, kjo sukses. Unë e kom bo bashkë për qitë punë që mi u nimu tjerve, edhe po shpresoj që kena bind bile një person. Bravo për punën e bërë. Faleminderit edhe për juve për ftesën.